Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Rita po zyrtarizon ditë pas dite ekipin e ri drejtues të uniformave blu në të gjithë vendin. Erion Ahmeti është komanduar në krye të policisë në qarkun e Fierit, në vendin e lënë vakant nga tashmë kryepolici, ndërsa shef komisariati është emëruar Gerald Toska. Ky i fundit zëvendëson Anesti Salajn. Andi Banushi ndërkohë është emëruar zëvendësdrejtor në policinë e Elbasanit, duke zëvendësuar Krenar Guçin, i cili është transferuar si shef rendi nëpërmet. Petrit Halo do të mbajë drejtyrën e zëvendësdrejtorit në policinë e qarkut Shkodër dhe Arben Nasufi zëvendësdrejtor për rendin në Lezhë. Erdit Reçeku do të drejtojë komisariatin e Peqinit, ku ish drejtuesi dhe disa efektiv u përjashtuan nga policia pas zbulimit të një laboratori për kultivimin e kanabisit, ngritur nga vëllai i drejtorit të burgut të Rogozhinës. Hita ka firmosur ndryshime edhe në nivelin drejtues të sektorëve në policinë e shtetit. Islor Islami është caktuar shef sektori në mbështetjen hetimore të krimit të organizuar në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Dritan Muça është caktuar zëvendës drejtor për hetimin e krimit në Vlorë, ndërsa Dritan Malaj në të njëjtin post në Berat. Lucian Zeqaj është shefi i ri i policisë rrugore në Tiranë, Ermal Zaimi, komandanti i linjave të trafikut urban, dhe Jetnor Shira, drejtuesi i sektorit në policinë rrugore Tiranë. Të mërkurën Hita caktoi Alban Dautaj në krye të forcës operacionale dhe Edmond Sulën në krye të njësisë së antiterrorit. Oligert Torba ndërkohë është caktuar nënt drejtor për krimet në policinë e Tiranës.